Dy persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge, rrëmbim dhe dhunë janë arrestuar në Itali dhe Gjermani dhe më pas janë ekstraduar drejt Shqipërisë. Policia e shtetit ka goditur sërish të rjetin e të kërkuarve ndërkombëtar, duke finalizuar 2 operacione të suksesshme në bashkëpunim me partnerën ndërkombëtar. Në Gjermani, autoritetet lokale në bashkëpunim me Interpolin kanë kapur dhe dorëzuar 21 vjeçarin Daniel Lalaj, i cili kërkoi nga gjykata e posaçme shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lala ishte shpallur në kërkim që për vitin 2021, pasi ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest me burg për akuzat kultivimi bimëve narkotike, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Ndërkohë në Itali, në qytetin e Milanos është arrestuar dhe ekstraduar në Shqipëri 35 vjeçari Kledion Berberi, banues në Korçë. Ai ishte shpallur në kërkim nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë, që në vitin 2024, ndërsa ishte caktuar masa e sigurisë arrest me burg për veprat penale heqja e palishme e lirisë, ganosja për deklarime a dëshmi, ekspertim ose përkthim të rrem. Hetimet zbuluan se në qershor të vitit 2024, Berberi në bashkëpunim me një person tjetër kishte mbajtur me forcë brenda një automjeti një shtetas duke e dhunuar rënd. Policia e shtetit njofton se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar vijon me intensitet me synimin për të lokalizuar, kapur dhe ekstraduar të gjithë shtetasit shqiptar të shpallur në kërkim jashtë vendit.